Përshëndetje dhe mirë se po takohemi të dashur shikues. E djela na bashkoi sërish këtu në emisionin Rinia dhe siç jemi mësuar tash, çdo të diele këtu në tavolinën e emisionit ton, ne ftojmë të rinj të cilët kanë një impakt jashtëzakonisht të madh në komunitet dhe që me të vërtet atë që ata bëjnë, ato e ndjejnë jashtëzakonisht shumë, sepse profesionet e ndryshme ose pasionet që një person, një individi ka, kur i bën me dëshirën më të madhe, patjetër që ai do ta bëjë më të mirën e tij. E si çdo të diel edhe kësaj radhe, unë tavolinën e emisionit kam kënaqësinë ta ndaj me bashkëprezantuesin tim Endin. Endi, përshëndetje. Përshëndetje Orsa, përshëndetje ty, përshëndetje edhe gjithë shikuesve që tashmë kam vendosur që të sonte pikërisht këtë të diel nga ora 18 të na ndjekin nga kanali i televizionit Syri Vizion. Edhe këtë të diel kemi vendosur të përkujdesemi dhe të sjellim të kjo një tjetër fytyrë, por jo një tjetër profesion. Kemi mësuar që çdo të diel të kemi fytyra të ndryshme, të kemi vajza dhe po ashtu edhe djem të rinj të ndryshëm në moshë, të cilët kontribuojnë po ashtu në profesione të ndryshme. Por e ceka në fillim që jo, këtë javë nuk kemi një profesion. Këtë javë do të flasim për një punë të mirë, le të themi kështu, që bëjnë njerëzit e mirë. Pra një ndër ta është Kledi Karangja, të cilin kemi kënaqësinë ta kemi këtë javë dhe i cili do të na flas po i njëjti për vullnetarizëm dhe aktivizëm në shoqëri. Përshëndetje Kledi. Përshëndetje dhe për ju, faleminderit për ftesën. Jo, është kënaqësi të jam këtu pranë jush. Faleminderit shumë edhe ty, Kledi. Tash endje cekut që ajo që bën ti nuk është një profesion, por është një punë e mirë, është aktivizëm qytetar, është ajo të cilën ti e bën me vetë dëshirë të plotë dhe ndoshta pa kërkuar, le të themi, edhe shuma monetare për të shpërblyer, por thjesht ndjesia që po bën diçka të mirë të përmbush ty. Kledi, çfarë të motivon ty dhe pse e përfshir në vullnetarizëm kur ka qenë ai momenti i parë? Jam kohë në shkollë fillore edhe kur një organizat e të rinjve ka ardhur tek ne dhe ka përshkru veten, ka promovu veten, edhe pas taj merr mu si një atë prej brendësisë merr si një të mirë me bo për vendin tim, për qytetin tim, kur rriq tu pse mos më bo një të mirë. Pe kupton, edhe është esenca që nuk ka shumë të ri. Nuk ka shumë të ri dhe thash pse mos më hi une. Edhe mas i merr ajo dëshira dhe motivimi, thash hin Kledi, edhe hina. Kur hina në atë organizat, kur shkova zyren, në zyra atë, do me thonë ish një papërshkrim, do me thonë qaq lumëturi, qaq një motivim i fort, sa që të hec adin edhe heca. Do me thonë, kjo është vullnetarizmi për ty, është një emocion i papërshkrueshëm. Po, fiks. Atëherë, Kledi ti paka shumë e ceke kur ja ke nis, po ashtu edhe në përgjithësi fole. E prezantove veten, le të themi kështu. Dhe fillimet e tua, po unë po duhet të pyet pak më specifikisht. Cila është e organizuar dhe si ka qenë eksperjenca jote dhe sa vite ka që merresh me vullnetarizëm saktësisht? Unë prej moshës, prej klasës 9, mirëna me vullnetarizëm, do me thonë prej promovimit të festës 28 nëntorit, të cilit e kemi pas promovimin e vizatimeve tona në kullën Abdullah Pash Drenit me organizatën Aktivizim Roots, e cila mas ne kom vazhdu në organizatat ditët e nëntorit edhe ditët e shqiptarit si vullnetar, aktivist, dhe me thonë të cilat u dusha me i kry punt për të mirën e qytetit, edhe pastaj vazhdova mas ne me cilivizim të organizatës dhe këto jam sot. Shumë bukur, Kledi. Kjo që ti e përshkruan me vërtet ndoshta një periudhë shumë e bukur për vullnetarizmin ty të përmbush më së shumti. A mendon që ardhmja jote do të lidhej ndoshta me një punë si vullnetarizmi? Po, mendoj që po. Kam qef me i motivu të rritë edhe kisha qenë me një punë si edhe në moshën madhore kisha thirë të rritë për më ardhë në aktivizëm, sepse një aktivizëm e një që të knaqë, po dhe tërhek të vetvetja për me bo një të mirë për vendin. Mendoj se solidariteti dhe mbi gjitha janë perfekte për një person. Janë perfekte për një person, unë po duhet të pyet do të thotë pikërisht këtu tek vullnetarizmi. Cilat janë disa nga fushat apo aktivitetet që je i angazhuar aktualisht? Ne diskutuam për fillimet, por aktualisht, cilat janë disa nga ato që je ende i angazhuar? Jam i angazhuar me muralet, do me thonë muralet i cilat i vizatojmë trafot e rrymës të cilat janë në mënyrë shkatrore, kemi bona. Do me thonë i kemi ngjyros perfekte, kemi bo një art maramendes, edhe si për shembull mirëna me punt, si për shembull
për 8 mars, 7 mars, në anët kur një në në rrugë edhe na me një buqet me lule i kemi gëzu, ose edhe fëmijët i kemi jap me ka një mbëbën, edhe i kemi gëzu të gjithë, dhe me thonë pse mos me bo ka që të mirë një person, një buzëqeshje, pse mos me jap dikuj, se ajo buzëqeshje besoj që t'jep edhe ty një fat, ose t'jep një të mirë, adin të vetvetja jote, pa marrë parasysh për kërkon veç për vetën tonde. Kledi, tjetë se ke pak më herët, çfarë është vullnetarizmi për ty? Është një ndjesie e jashtëzakonshme, është një emocioni pa përshkrueshëm. Për patjetër që janë anët pozitive, por gjithmonë në sfera të ndryshme, do të ketë edhe pjesë të ndryshme negative që neve na preokupojnë në fusha të ndryshme. Për ty si aktivist i ri, cilat janë ato sfida ndoshta që ke hasur më së shumti gjatë kësaj periudhe që ti ke qenë i angazhuar vullnetarisht? Negativet, apo? Po, negative. Do me thonë, negative s'kom pas asnjëherë s'ka ndodhë kur, po të mira kom pas, të mira që e ceka dhe ma herë të mira kom pas, po negative s'ka pas shansë. As ndonjë sfidë ndoshta që e ke pa pak më problem? Jëm vanu, ka ndodhë shansa që jem vanu ndonjëherë, më ka zonë gjumi normal, se tash si të rinë, a zanë gjumi ka njëherë, po apet si apet, s'është nej, adin nej sa në madhe kështë, po së më ka ndodhë negative. Është e mrekullueshme të dëgjosh që në këto kohë ku po përparojmë çdo ditë më shumë edhe si shtet, po edhe si qyteti i Gjakovës, duke qenë se ti aktivizmin kryen në Gjakovë, më saktësisht apo jo. Po. Është me vërtetë e mrekullueshme të dëgjosh që ka të rinj që edhe pse ndoshta nuk shpërblehen, ata vazhdojnë të kontribuojnë në mënyra të tyre në këtë pjesë. Kledi, unë po du me të pyet pak ma specifikisht. Ti je vullnetar edhe po e shoh që sa shumë e pasion po flet për vullnetarizmin. Po, a mendon që do ishte edhe më mirë që të shpërbleshe në këtë sferë? Jo, unë mendoj që aktivizmi, vetë fjala aktivizëm është një punë që e bën me qef, dhe për vete. Dhe me thonë, nuk, si për shembull ti që tha mu shpërbly, me pagesë unë s'kisha pas qef kur, se unë e bëj për vetë vetën teme, edhe s'kisha pas qef. Adin me marrë diçka, me përfitu diçka, se tash u bo gjithë shka interes që shpeshojem, edhe tash dhe me thonë, unë e kisha thonë jo. Për qef se kisha bo punën me shpërblim, se vetë fjali aktivizëm dhe me thonë, jepe ato që e ki. Kledi, ti ceke se si vullnetarizmi ka ndikuar në aspektin personal, po a e sheh vullnetarizmin edhe si një fakt që ka ndikuar edhe në aspektin tënd profesional për atë që ka ditë dëshiron të zgjedhësh në të ardhmen një profesion ose një karrierë që dëshiron ta vazhdosh? Normal, aktivizmi do me thonë, unë me profesion edhe jam të kry shkollën e arkitekturës, do me thonë drejtimin e arkitekturën, shkollën Nejmedin Migja, do me thonë, mu nevojitet sepse arkitekti duhet më konë energjik. Kur ta ki energjin e mirë të një mjeshtër jotë që të vjenë, do me thonë, ty të përfitohen krejt. Ty kur të përfitohen krejt, ty do me thonë, qaj aktivizm që e ki bote, do me thonë, të komë të shpërbly me pasionin tënë ose profesionin tënë që e ki me pas një ditë. Do me thonë, po më dikon shumë në profesion temen, sidomos në arkitekturë, që do me thonë arkitektura mbi gjitha veç me punë, me njerëztri, me ndërtimtar e plot sene tjera. Në pyetjen e orës të përgjigje pak edhe për profesionin që dëshiron ta vazhdosh, por ne vetëm pas pak do të flasim edhe për atë pjesë. Unë po du me ta marr një mendim, një opinion në lidhje me vullnetarizmin në Kosovë. Të rinjt, sa i shet ndoshta aktiv në këtë pjesë dhe a duhet të jenë? Okej, në Kosovë më ka ndodhur dhe jashtë vendit me bo vullnetarizëm, po mas shumë ti në Gjakovë. Do me thonë, tash që është verës që është Soni Hille dhe plot e tjera, do me thonë, ka aktivista, po këta janë aktivista që shpërblehen. Nuk ka aktivista që e bojnë me qef. Adin, do me thonë, ka plot njerës që dojnë, po nuk mujnë me bo, se thonë, qysh mërmës me shku nga pa shpërblem, apo e kuptan, është katastrofale, do me thonë, unë për qef, gjithësysh e kisha bo pa shpërblem. Po në rregull, po a mendon që ndoshta kur e kisha arrit një morë, se ti i ceke disa nga aktivistat që merren edhe me festivale si Sunny Hill. Po a mendon që kur e kisha arrit një morë, ndoshta edhe tu kishe nevojit, ndoshta jo vetëm nga dëshira, por do kishe pasur dëshirë që të shpërbleshe, duke qenë se të nevojiten parat. Po normal, shpërblimi janë mbi gjitha, po se normal ti duhesh me majt diçysh familjen tënde, rrugtimin tënd. Po, unë për këtë, si për shembull unë e ceka dhe arkitekturën, unë për këtë profesion jam të e bo dhe jam të punu. Dhe me thonë, unë e kam e bo dhe këtë sanë dhe kam e drejtu drejtimin tam, po edhe arkitekturën, po dhe aktivizmin se lo anash, apo kupton, s'du me lonë. Do me thonë aktivizmin do të mbash pranë që gjithë jetës. Deri sa të, mu me thonë, sa të më shona, se e du, shumë e du.
është shumë kënaqësi me pa që një iri është kaq shumë aktiviste, pëlqen kaq shumë punën vullnetare, sepse Kledi ne kemi pas këtu në emision edhe le të themi edhe aktorë të cilët me të vërtetë ndërmarrin punë të rëndësishme vullnetare, merren me të rinjt, merren me aktivizmin e të rinjve dhe është thënë që numri i aktivistëve është gjithmonë më shumë në rënje. Numri i vullnetarëve po shkon gjithmonë më shumë në rënje. Ti gjatë kësaj periudhe ti sa je aktivist. Ke pas rasti, domethënë të ka rastisur që të kesh miq të rinj, të krijosh shok të rinj, të shikosh të aktivistë dhe vullnetarë të ndryshëm, të cilët vinë bashkë me ju dhe zhvillojnë kauza të ndryshme. Por a ke parti që ka rritje të numrit apo thjesht numri i aktivistëve vetëm ka shkuar duke ulur nga aktiviteti në aktivitet? Okej, do me thonë, unë në shkollë mundona plot shok të shoqet mia me ngrek aktivizmi, por jo, nuk moj, s'ka shansë, thonë jo dhe jo, adin okej, ti s'mundesh me shti me zërë dikan, edhe ka ranje, shumë ka ranje, do me thonë, ranje autora shumë, po s'di, s'ka shansë as mi ngrej, unë si që duhet mi mbind për më ardhë ata, për kuptan, jo bërë më shpërblem, adin më ardhë qështu për qef më ardhë, mu knaqë, bërë, adin është esenca veç mu knaqë, po si. Disa njerëz edhe nuk e bëjnë, sepse ndoshta edhe nuk e pëlqejnë ta bëjnë. Por Kledi, përfshirë këtu, sa shet ti shoqërinë tonë sot, paragjykues, sa janë paragjykues, duke qenë se ke qenë pjesë e videove të ndryshme, siç e thekë edhe Orsa në fillim, të organizatave të ndryshme, po ashtu kemi rastisur të shohim pjesë të tyre dhe po ashtu edhe në qytet, me pyetje të ndryshme për qytetarët, por edhe për datat 7-8 mars. Atëherë na trego pak sa jemi paragjykues si shoqëri. Do me thonë, unë kërë kom pa videon time të parë, për foli për videon time të parë dhe hinat e komentet edhe kur për ishi ka komentet, do me thonë ishin do komente edhe të mira, po ishin edhe do negative. Do me thonë ato negative t'i lexova, po nuk e mora qaq afer, se do me thonë nuk më pengojnë shumë, për dire sa njerës të mdhaj të moshës timi më të mdha, më thonë jetë të bo një punë perfekt, mus adin së më hinë qaq më bindje. Edhe une mundona ato komentet negative mësë mi marë, i largoj gati krejt, e këto të mirat i marë ma shumë se më pëlqejnë, ma shumë se do me thonë të lumë ti si i ri qësh po i motivan, të lutë na merë ma djallin, motivan ma den, po qësh me ta marë unë djallin, a për kupton se duhet aj vetë, për kupton, normal jam ujnë mjështi në organizat, po aj ku të kanë aj trajnim, ku të kanë aj sa në duhet më ardha, din gjithë qysh, për kupton se që ajo është tin. Do me thonë, ku të kemi tash ti për shembull festivale duhet më ardhë gjithë qyrë se ti për shembull kur ta sheh artin e një personi ose këndimin e një personi ti ai vetë të ngrej aktivizmi thu për çat person që o ka kënan, bëne. Për kupton edhe bën ti. Do me thonë, ka plot. Kledi, para se të kalojmë tek pjesa personale pak shumë, folëm në përgjithësi për vullnetarizmin, për ty si një aktivist, dhe si gjithmonë kemi zakon edhe unë edhe Endi, që çdo mysafiri që e kemi në studio, prej secilës sferë që ata i takojnë, të dhurojnë ose të japin një mesazh për të gjithë shikuesit që neve po na ndjekin në këto momente, në lidhje me sferën të cilës ata i takojnë. Kledi, cili do të ishte mesazhi yt drejtuar të rinjve, të cilët ndoshta nuk kanë shumë njohuri për aspektin e vullnetarizmit, edhe nuk janë të kyçur në fushata të ndryshme aktiviste. Okej. Një mesazh jemi që kom ushtru që 4 ditë për me thonë këto, gati 4 ditë, është që shpërblimi nuk është asgjë, veç dashuria dhe bindja është me gjitha. Shumë mesazh një mesazh i vjetër dhe i nevojshëm, sidomos për shoqërinë. Ndoshta me fjalë të pakta, por që fjalët ato pak fjale përshkruajnë një kuptim shumë të gjerë të asaj çka Kledi ka dëshiruar le të themi edhe e përcoj tashmë për të gjithë ata që neve po na ndjekin në këto momente. Atëherë Kledi, kalojmë tek pjesa personale, Endi. Tek pjesa personale kemi përfshirë disa pyetje që kanë të bëjnë më specifikisht me ty. E diskutuam vullnetarizmin, e diskutuam aktivizmin që e bën ti sot në shoqëri dhe kontributin e mrekullueshëm që duron çdo ditë, e tash po dojmë kalu pak më specifikisht, me të pyet në lidhje me shkollimin tënd. Ti po e prezantoj pak edhe tek publiku, Kledi Karongja është një ri i cili përveç se mirret me vullnetarizëm, është edhe duke u shkolluar, duke ndjekur shkollimin e tij në shkollën teknike në Xhmedin Nixha, më specifikisht drejtimin e arkitekturës, apo jo? Po. Kështët, une kam pas qef artin gjithmonë e kam pas në zemër, edhe do me thonë aktivizmi ja ka nisë edhe për artit. Do me thonë, kur më ka pëlqyer edhe arkitektura si drejtim, sepse kam pas plot njerëz që më kanë inspiru për me hinë drejtimin e arkitekturës. Do me thonë, arkitektura për mu
nuk më thonë që është më mas e aktivizmi, po është më por se aktivizmi jam që e bëj. Arkitektura më pëlqen mu shumë edhe du me bo krejt jetën teme, sa që edhe fëmijët e mi nesër mas nesër më inspiru për me hien këtë drejtim. Se më pëlqen shumë edhe besoj që kam me arrit me këta. Kleti, si është eksperienca për ty në shkollën e mesme si adoleshant? Eksperienca do me thonë dita por u konë me emocione full, do me thonë full emocione që s'ku mujt me përshkru ato emocione, dita por shokët, shoqet reja, do me thonë po klasa re, arsimtarët e ri, profesorat e ri, drejtoresha re, plot nxënësat e ri, do me thonë unë zdi dita por u konë perfekt, mas në adoleshent, do me thonë o fjala mbi gjitha se është pjesa jetës që unë vetëm të më thonë jashtë që jo këtë moshë, sepse kjo moshë është mbi gjitha, do me thonë, unë që kom e të metë një vullë një jetë, adin do me thonë që kjo pjesë është shumë marament se të një person ose të një ri, adoleshent. Kisha thonë që adoleshent vetë fjala plotësus që do me thonë kur ta mon të plotësimin e një jetës, ti pëqtuhit vendosë se qysh e kitë ardhmen. Të ardhmen tona, si për shembull unë që për marim aktivist kom u konë edhe gjithmonë, edhe arkitekt mendoj që kom u bo një ditë. Do të thotë, Kledi Karanja ka synim të vazhdoj arkitekturën. Normal, po. Arkitekturën në Prishtinë, apo jo, apo jashtë? Në Prishtinë mendoj që s'bën në Prishtinë kam edhe një bursë, një lloj burse në Gjermani për ta kryer shkollën e fakultetin, për ta kryer në Gjermani, në shkollën e arteve, arkitekturë. Kledi, besoj që duke qenë se ti merresh me shkollë, merresh me aktivizëm, sa që të pëlqen arkitektura, besoj që edhe në kohën e lirastis të pikturosh gjëra të ndryshme, duke qenë se edhe vetë merresh me arkitekturë. Por teje po ashtu edhe shumë në aspektin e vullnetarizmit, besoj që kalon shumë kohë duke bërë aktivitete të ndryshme, duke qenë aktivist. Si arrin ti ta balancosh këtë pjesën mes aktivizmit, mes shkollës, mes vullnetarizmit dhe mes përditshmërisë? Okej, harrova me cek që duhet me cek atë person gjithmonë, i dalë Zhaveli, drejtorja e organizatës Aktivizmuc, i cili ai e gjen kohën e mundshme për më marrë mu, ose aktivista tjerë, se si për shembull në organizatë jemi që tash 5 a 6 veta, të cilët e mbajmë zyrën ose aktivitete të ndryshme, por unë e balancoj kohën kur si për shembull ideali thot në ora 5 kemi një trajnim, a mundesh më ardh? Unë si për shembull 4:30 e kryj shkollën, nuk mundem, për kupton, duna me shku në shtëpi me u bë gati, i them, a ka mundësi një orë ma andej, thot po, qysh jo, edhe okej, na vazhdojmë me punën tonë, edhe pastaj vazhdojmë me cilësinë edhe balancimin e detyrave, punëve tjera edhe vazhdojmë me aktivizëm pa ndalë. Atëherë Kledi, ti si një vullnetar dhe aktivist aktiv, le të themi kështu, si e sheh jetën e një vullnetari në Kosovë, duke qenë se po du me të pyet që parajgjykohen shumë, unë e cekem edhe në fillim këtë pjesën e parajgjykimeve të shoqërisë së sotme, po ashtu edhe nga familja, a ke mbështetje nga familja jo vetëm për punën vullnetare, por edhe për degën që synon ta vazhdosh në të ardhmen? Po, nga familja unë e kam për kraje, shumë kam për kraje, du me thonë se mami mu ma bën, je ai person që i bën mirë dikuj edhe kime i bën mirë dikuj, pse dhe aktivizmi mos me ndiku mirë të te. Për arkitekturë do me thonë mu më pëlqen drejtimi, edhe se kum vetë mamin heq normal për drejtimi, se kur të më pëlqen nuk e ves, adin nuk e ves, normal duna me qësh ma një zemra bëj, edhe kështot, adin vetë vetja. E kur jemi kështu tek pjesa vullnetarizmit, çfarë mendon ti që do duhej të ndryshohej në Kosovë në aspektin e të rinjve, në mënyrë që ata të inkuadrohen edhe më shumë në aktivitete të ndryshme vullnetare? Kisha pas shef shumë me shtu organizata shumë në ekstrem shumë, se si për shembull në Gjakovë unë që di për veti, veç dy janë, KVRL Gjakova edhe Aktivizmuc, ka në ashtë edhe ma shumë, po unë nuk e di, dhe me thonë janë edhe festivalet, po festivalet janë kështu jashtë organizatave rinore, dhe me thonë kisha pas që më shtu shumë zyre të reja, organizata të reja, edhe plot të ri kisha pas që me into. Kledi, për te vullnetarizmit, për te arkitekturës, për te po ashtu edhe për ditëshmërisë tënde, si e shet ti rinin sot, kulturën jo vetëm në Gjakovë, por edhe në Kosovë sot? Rinia, çdo ditë është të shkuat të sharu, tash për folim drejt. O të shkuat të sharu, dhe me thonë, na duhet më bo, unë si për shembull duhet më bo dikushi për me nxerr në atë rit.
Dhe me thonë, nuk mundet si për shembull një njeri e merr telefonin, rrin 5-6 orë, 7 orë, 8 orë, besa shkon edhe deri 9 orë, rrin me një telefon edhe si pengon kërkosh, kur si për shembull i nalet bataria, merr adapterin e mush, sa na den, domethënë vazhdon apet. Po të rinjt domethënë janë të shku poshtë, shumë poshtë, po inshallah muj me nxerr. Pis poshtimit edhe me vazhdu tamam. Qysh është një Kosovë, ç'është duhet. Po shkon poshtë, po ti nuk je një ndër ta, apo jo? Muj me thonë ashta 2-3 orë rri, po ma shumë se 2-3 orë jo. Adin do me thonë, përdori edhe laptop edhe këto sene tjera, po ma shumë se 2-3 orë, s'moj se sytë më dhamin. Mirë shumë, është shumë mirë që edhe të edukohen të rinj që të mos përdorin shumë telefonat ose pajisjet të ndryshme të cilat janë elektronike, sepse përveç që na dëmtojnë normalisht shëndetin, syt, edhe pjesët fizike, ato patjetër që neve na mbushin ndoshta edhe me disa informacione që neve nuk na përkasin si moshë, nuk na përkasin si rini, edhe është më mirë ndoshta të bëjmë punë të ndryshme vullnetare, të inkuadrohemi në aktivitete të tilla, të cilat padyshim që janë që kanë një impakt jashtëzakonisht të madh te ne dhe kanë shumë benefite për ne. Faleminderit, do me thonë benefiti për mu e cila aktivizmi mu më dikan edhe që për thot e ndilej krejt anash edhe të adoleshent, benefit se kuptojnë do me thonë adoleshent të shkasht benefiti, duhet me ja shpjegu shumë gjënësisht, unë mundon a bëll, po s'ka. Nuk ka. S'vlejs. Kledi, ne të falenderojmë shumë që ke qenë prezent sot në emisionin ton, ke ndarë shumë nga vullnetarizmi, ke ndarë shumë nga aktivizmi, edhe pse shumë i ri në moshë ndoshta vullnetarizmin e ke në zemrën tënde që shumë vite, le të themi, edhe besoj që aty do të kesh gjithmonë, sepse kështu e përqove edhe për ne që jemi këtu në studio, por edhe patjetër edhe tek ata që neve po na ndjekin në këto momente. Faleminderit shumë për juve, është e kënaqësi me nda këtu me ju. Kledi, po të më falenderoj edhe unë shumë që ishe pjesë e jona sot, dhe që nuk u rezervove fare në pyetjet që kishim për ty dhe që me syrin tënd kritik, por edhe me atë ndoshta të mirë, shpërndave shumë detaje në lidhje me jetën tënde personale, por edhe atë profesionale që synon të arrish në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Arsa, faleminderit edhe ty. Faleminderit edhe ty Endi, e patjetër që faleminderit edhe të gjithë shikuesve që ju kemi besnik çdo të diel në ora 18 në emisionin Rinia. E si çdo javë ne edhe këtë javë ju themi që bashkë do të takohemi të dielën tjetër me një mysafir apo me një mysafire shumë speciale. Deri atëherë, mirëmbëjtje.